Kujdes kafshë. Dane, duhet lënë ushqime të fshat. Kafshët së mbajnë. Agim, mbajnë nga rruga e poshtme se është me mbrojtur. Ti Dane, hajde me mua. Fshati që nga boshatisur. Në atë shtëpinë atje ka njerëz. Lëviz një dritë. Kush është? Hape, jemi partizan. Çfarë kërkoni? Kërkojmë këshillin. Aha, nuk ka njëri në fshat. Gjin. A mund të nga tërgosh një shpel, një vend të fshet ku t'i lëmë ca ushqime? Si vini? Si shkoni? Mirë. Shpellat janë lartë në male. Asë 10 të pëngjitën atje. Duhet në ndimoni. Me gjithë qef, more shok. Të partisi jemi. Po hallit si bëhet? Mbas që e në depo të dyqanit. Çfarë dyqane? Kemi hapur dyqan në fshat, punojmë për luftën. Po shtërngon fort. Ec për para na tregoj rrugën. Prit sa të margunën. Merë një kafshë. Hajdeni! Shkojmë! E kemi dëmendje. S'kemi që bëjmë. Kafshët janë të këputura. Hajdeni këtej! Ku e ke depon e dyqanit? Ja dhe pak. Kur i ku fshati? Unë nisën që në drek. Lartë në honit e dërvishit. S'mbet e frim njeriu. Arritëm. Ja edhe dyqani. Dhe gjuha në gojë është lagur o shok të dashur. U kalbët në ujë. Ushqimet janë të spitalit. Përgjigjemi me kokë për to. Neve jemi të partisë. I shërbej me çlirintarës. Në mos pash besim, kërkoni konak tjetër. Është e sigurt debua? Me që merë guri se çpon as gjyle topit. Çkarkojmë, shok. Shpejtoni. Amanet ushqimet o shoku Salo. Janë 4 kuintal grur, 1 kuintal oris dhe 2 shkrepse. I japim edhe dëftes. Me besa bes, përgjigjemi vetë. Të narojë e çlirimtarja.
Vdekje fashizmit. Liri i popullit. Lirini këtu. Djemë të shkatët jeni, ju lumët. Sonte kazane do të ndrisin si gryka topli. Haur ju aty, shpejt, luaj për ujë. Hajde djallë, shpejt. Jete, kja së të ngrohesh. Ke ndërmend më sjellë shkripin apo jo? Në nëzive, faqen më nëzive. Gjithë batalioni tallet me mua. Ç'pate? Asgjë. Më morën pak mend. Ja Demirhani të Belenës. Të razali nga lodhja dhe të pangrënët. Haushin. Është e nxehtë? Dal ta presun mishin se ti s'bën dot gjë. Haj. Ha, bëj përshesh. Haj. Haj, mor të gjithë se është racionitares. Ka ikur ai, s'vjen sonte. Eshe? S'të zëvën fare. Kripa është lezet i dheut. Ti kere pak. Pse e bën shqeto fare? Dhe një dorë më kam betur. Ate ruaj për ditë të kiametit. Se mos harroj. Erdhi Petriti nga kompani e parë. Kërkonte fletore dhe kalema për kursin. Brigje, brigje. Nish dhe jo shaka. Pas dimrit, vjen Behari që kuzhiner. Këtu i thonë nane qerimi që ushqen me kaçamak një batalion me bura. E po, të arsim për të mira shoku nane. Për nga kështu, pra po ikën? Lartë në shtabin e batalionit. Aha. Toke si burrët. Mirë mbeq. Rrugë të mbarë. Vdekje fashizmit. Ku është komisari i batalionit? Lartë të repet. Erdhe pra për transferimin. E gjetë e vetë. Komunisti nuk e zgjedh detyrën. Punon aty ku e cakton partia. Unë s'kërkoj privilegj. Duhet shkoj me tralirë në kompaninë e parë. E kam vënë në shqetësimin tënë. Thua me vete se tjerët hidhen luftë. Plagosen, vriten. Ndërsa i të nendim blet buk fshatrave. Dhe zdalot për tërmëri. Së është punë aty? Aty është që shkej me te. Ti bën pyetje vetes. A është partizan një intendent apo jo? Deri këtu vete punë. Të ngacmo dhe se fedini me shok. Po ato bën shaka. Të duan me shpirt. Unë them se nuk e shifni punën mirë. Ju mendoni se dini çdo gjë. Çan do fjalë tani? Lepa më thua dhe juve, sikur jam në sekretar në prefekturë. Harrove se jemi vlezër. Shok partije. Duhet mendosh më mirë për ato që thua dhe bën.
Atje në Thanës i vore fshatarët me gjysmën e lekut ngojt betoshin që s'kishin misër, Agan e fshatit dhe të kunatin. cilë do që t'ishin. Ne jemi komunistë dhe s'mund përdorim para gjykime fetare. Veprime tilla e dëmtojnë partinë. Na del se pas kam dëmtuar partin. Këtë është mirë ta bisedojmë se lulën e shtabit. Unë pritën mbledhjen e shkuar që ti ta hap një vetë të bisedë. Kurse ti u largove dhe për një kohë gjatë ndodhi në udhtim. Haja dhe të udhë me komandantin. Hajde shëgjë zvenës komisare. Erdhët tamam në kohë. Ç'kemi? Pse jeni ngrysur kështu të dy? Vdekje fashizmit. Liri popullit. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Si e? Si shkon? Mirë. Që thot pravavia? Mirë shkon. Hajde, Uljo. Tonë nuk do të qëndroj tendent. Është e dyta herë që kërkon. Ai s'ka dashur që ditën e parë. Mbani mend kur u caktuaj intendent? Ti Tome u habite dhe the. Ku I kemi në depot? Ç'na duhet intendenti? Lufta do buk. Fishek. Ilaçe. Do rroba e kpuc. Kjo është një pjesë e madhe e punës. Pardje në shtabin e zonës na foli një shok I komitetit qendror. Kam të shënuara këtu. Ja që tha I për intendencat. Lufta në Prapavi është e mprehtë dhe bëhet pa krisma armësh. Këtu na duhen shok të besuar dhe të aftë. Le ti thotë edhe Tomja të tijat, se po flasim vetëm ne. S'kam gjë për të thënë. Do të mendohem. Dhe po që e nevoja do të bisedojmë prapë. Tani po ngrihem. Prit mos ik. Ke një letër nga shtabi I qarkut. Duhet të shpijesh në spitalin e zonës ato ushqimet që ke lënë Thanës. Te kush I ke lënë ato ushqime? Te bakalli I fshatit. Për ato ushqime përgjigje me kokë. Kokën e shokut nuk e ve me dy thasuris. Dhe për të përgjigjur, përgjigje me gjithë. Vdekje fashizmit. Liri Liri popullit. popullit. Ne I flasim mashpër për punën e katërand. Shikohet tani. Qerrata. Gjej këshillin e fshatit, u thuaj për një 7 kafshë. Mirë. Vdekje fashizmit që kusalo. Liri e popullit. Uluni. Si vini? Si shkon tregtia? Tregtia thua. Tregtinë e more lumi. Mjaft të shpëtojmë kokat. Erdha për ato ushqimet. I duhen batalionit. Kur vjen batalioni? Atë nuk e di. Ne I morëm ballistat. S'na lënë as plaçkët e trupit. Çfarë ju morën? Të gjitha. Grurin, orizin, edhe shkrepset. S'lani gjë për gjë në dyqan. Leri shaka që kusalo. Për që ndizën të qukë të tomorit nuk bëj shaka. Duhet parë kjo punë. Cila punë? Kjo që thua ti se ballisët morën ushqimet. Ndryshe përgjigjesh rënd. Këtë e di gjithë fshati. Ko të makër është mua të shoku intendent. Vemi nga shtëpia po deshe, ka u dreke. Jo, nuk do të dalim prej këtej pa u gjetur ushqimet. Po si do të gjejmë? Të që nga çudi e madhe. Unë për ato ushqimet e shlash kokën, më vu në mur. Toni duhet t'jap edhe llogari. Unë në vend që kusalo. Kush është këti qani? Kanë ardhur partizanët. Sa veta janë? 2, njëri vajet gjik këshillin.
Ja tjeta, Gjamore. Një tjeta, si jeni me Mirë, shëndet? mirë. Shëndet, Gjemore. Mirë qofshi. Ne nuk e dim që Sale Baliu pas ka marrë nga batalioni gjithë të Grur, Orizë dhe Shkrepse. Po vinde kolona Gjermane dhe fshati unë gjithë sipër në honet e dervishit. Po ishte natë ster me shi e me dëbor trazuar. Nuk kemi ditur gjë vërtet. Trego si ti morën ushqimet. E thash një herë, se kush do të ketë kallëzuar. Na jep ushqimet e komunizmit, më thanë. Më vunë pas murit me kobore në gojë. Kush e di këtë punë? Kush i pa ballise duke marrë ushqimet? Na do një morën, në fshat nuk ish njëri. Ti them parë se di tërë fshate. Po njerëzit e morën veç që balli mua në plaçkiti. S'kemi dëgjuar të kem plaçkitur shtëpinë tënde. Miku, nuk të plaçkit. Bërë të bërë gjyqen i mbledhur këtu ju. Edhe gjyq mund të bëhet. Nuk do të dalë mirë kjo punë. Rri urt dhe përgjigju drejt. More që kërkoni nga unë. Të tregosh me hollësi si ngjallë. Pastaj ne do ta vërtetojmë. Edhe vërtetim kemi. Kemi shkresa. Sot në datën 20 dhjetor të vitit 1943, muarëm nga i quajtur Salo Baliu, tregtarin ndershëm dhe banus në fshatin Thanës, ushqimet që i kishin lënë komunistët për t'i ruajtur. Porositet i përmendur i Sali, me gjithë se burin ndershëm, të mos bëj të tilla punë, se ndryshe e paguan në vend. Komandanti i zonës, Feta Qyqja. Po tani që keni për të thënë. Këtë do të shohim. Që di? Baska dhe shkres. Neve i shëbejmë fshati sa mundemi. Ju e na binim në qafë. Fshati të di, Salo. Zure tregti në kohë lufte. Shet sa frëngu pullën. Të i bën fshatit ti. Ko lufte mërgjes. Blej dhe shes me rëzi koke. Po ti hajnë në sy më ke pak. Të rrim shtërëmbër edhe të flasim drejt. Unë të kam timin, po ti ja hipe karit nga bishti. Një Napoleon ok në kripës e ke shitur. Edhe atë ku të ka dashur qefi. Je qepur fshatit si këpush. Qufe si more viqin kur bleu qefinin për tëmen. Më zuri e gejë mua. Thoni shtë doni tani. Po një gjë ma se më honi dot. A s'kan ngrenë në bukë partizanën në shpinë time? Më mirë mos e trazot punë. Meremja jote e mban bodrum jorgan e partizanëve. E ato që bën në shpinë tënde. Po nejse të vim tek puna jonë. Kjo po se ullë është e stiso. Po dhe ne ka shkruar ai ballisti. Dikush e ka kërkuar ta shkruaj. E si nuk i pa njëri gjithë ato kujtoj me mallë kur i ngarkuan. Në fshat kishin mbetur njerëz kur erdhën ballistat. Po dhe kur u shkarkua nuk i pa njëri. Po pse nuk na njoftove neve si këshillet që mbaje ushqimet e luftës? Nuk më tha njëri të njoftoja. Depot mbahen sekret. E kush saktoi ty si depo? Vetë që ku intendent më caktoi. Kjo është e vërtetë. Atë natë nuk gjeta njeri në fshat. Dhe ky mori përsipër t'i ruante. Tha se jemi të partisë. Unë u shkrova nga kur veleshi. Nuk kemi marrë letër. Po ko operacioni? Edhe një herë po të them.
Përse morëm ballisët vetëm ushqimet tona? Se mos vetëm ato. U thash një herë, të gjitha e morën. Shtëpia tënde as është djegur, as është plaskitur. Mos gënje shokët. Thash për dyqanin. Që gjetëm këtu e morën. Edhe ti mos më hakroash në dyqanin tim. Do t'i ke mavë dhe tani. Ku i gjetë ato që ke dhe ato që ke shitur? Bleva prap. Salo, ke dal nga fshati që nga 15 dhjetori e këtej? Edhe kam dal. Ku ke shkuar dhe në çdat? Ku mban mend ziu njeri marrë shok. Marë miq, mos më bini me qafë. Që t'je madhe. S'mba ka mend se ku ka shkuar një muaj më parë. Ti po bën shakara? Unë s'para dal vetë. Mi bie një mik nga Berat. Si e quajnë këtë mik? Partia ka njerëz në Berat. Nuk i jepet miku. S'të kërkon njëri t'ja për shmikun. Emre në thuaj. Ne vetëm do t'a pyesim. Se jap mikun. Nuk kemi dëgjuar të vijë ndonjë mik nga Berati. Ti di shtëpinë tënde? Po fundja do ma belikqen. Dhe ju se mos e kishi tuajat. Ato janë marrë me gjakma. Ishën ushqime për spitalin. Unë përgjigjem për to. Për këtë e përgjigje rreptor fshati. Duhen gjetur ushqimet e luftës. Erdhën kafshët për ngarkuar. Le të vinë kafshët. Ç'të bëja unë? Apo të luftoja i vetëm me ballin? Se ju e la të vrapin lart në hone? Fshati iku që të mos binte në duart e armikut. E po ndonjëri mbeti se helbete. Kishte dyqan. Do bënte tregti. Ti më the atë natë se kishe pleq sëmur. Sëmur që në vërtet? Qysh ore Salo? Po Gjaramizja atë ditë erdhë nga Ramia. Erdhi. Po që mbërthyr nga qapoku. Ti gënjen. Sa herë që hap gojë. Po ki mendjen se do ta paguash. S'më tremdet mua. S'të shkojnë ka noqet e kun. Jemi asjemi pushtet popullor. Mos na trego pushtetit i paskara. Dale ne pushoni. E ti Salo ullu në vend. Do ta shohim se kush është maskara. Me sa u fola ditë në fshat, ballistat vu një letër në derën e këtij dyqanit, që të mos trazohet se është shtëpi nacionaliste. Po këtë se kemi ditur. Me të dëgjuar e kam. E ç'të bëja unë? Ata më bani si të arrestuar në shtëpi. Tani e dëgjoj që kam në letër. Këto janë thuajtë të them. Trego se do të kesh lehtësi. Ku i ke fshehur ushqimet? Ju qengeni çudi e madhe. Hajde një kontrolloni. Për shëndizet në çukët të morit ju them. Mos i gjesh fëmijët. Mirë ka Salo. Të bëjmë kontroll, pse të bëjmë? Ja tjetani. Ja tjeta. La kështu zotërote. Njeriu duhet ta thot atë që di. Një tjetër. Si vini mirin? Kemi pak punë. Po mirë, po njeriu duhet ta thot atë që di jam. Balli e plaçketi dyqan e Salos. E pe me sytë e tu? Shkoja lart në Gropaj. Dëgjoj shamat këtu, kafshe, njerëz. Ja ngritën dyqanin të ziut Salo, thash. Edhe vërtej, ashtu doli të nesërmen. Qysh doli të nesërmen? Ja, u plaçki dyqani, e Salo mbeti të ras. Pa mirë t'i bëhet. Që duhet ati që i del krah fshatit në tregti? Kush të dërgojë ti këtu? Vetë erdha. Njeriu duhet ta thotë atë që di. Ti vetëm dëgjove shamat, me sy nuk pegje. Të tjerat i ke me të thënë. Ashtu është, po? A ke parë ndonjë lajmërim të ballisë në derë dyqanit? Ashtu u fol, po gjë me sy unë s'kam parë. Më falni se u trazova, po, njeriu duhet ta thotë atë që di. Mbeqi me shëndet, se kam me ca punë. Në erdhe i gënjeshtari për shahit. Duhet të dëgjohet fjala e fshatit. Populli vendos. Do ta mbledhim edhe fshatin. Të na pres pak Salo për jashtë.
Jo, Salo, do t'i ngarkojmë kafshet me ato ushqimet. Pyes në këshillin. Ata e dinë se do t'i ngarkojmë. Do me thënë nuk gjendën ushqimet e batalionit, ha? Ne ishim të sigurt për fshatin. Dhe Salu na dha besën. Mbase mendoj se nuk do të ktheheshit më. Por ja që e çliruam përsëri fshatin. Duhet ta kishim ruajtur me kokë këtë njeri. I ka hyrë fshatit si krim i lisit. I tillë ka qenë gjithnjëkë. Shikon si të haj fshetas. Puna e ushqimeve të shëdyshimt. Këtë duhet ta gjej Këshilli. Ushqimet e spitalit i mbledhin me tepërt. Nuk e lë fshati spitalin të keq. Edhe në vend orizi do t'japim mish. Po shkrepse nuk e di ç'them. I mbledhëm rë po qysh. Po për shkrepset s'ka dërmën vërtet. Fundi le të paguaj dëmin, Salua. Ti dhe më gjop. Ai është i kamur. Edhe ashtu mund të bëhet. I laci o file. Nuk di zi u file. Tërë jetën i zmeqar me dhi ka qenë. Edhe fëmia i hëngrën syt. Po e mëson zemra të flas. Vete la fosse dati, Piscaglia. Verso linea. Vini firmat. Më duket, zbëm gjë. S'do ta edhe ndekun me kaq e gjarpër. Dëgjoni vëllezër. Si intendent nuk kam fuqi të marr vendim tjetër. Po ju si këshill duhet ta shqyrtoni këtë punë. Po mirë të pyesim fshatarët, pastaj shohim me ben. Po Salus, ç'ti themi? I themi se ja bëjmë të ditur më pas. Thyrë qenë. Mase do të paguash dëmin ti, Salo. Të do ta themi më pas. Doni të paguaj. Të më varrosni të gjallë. Politarin më lini jashtë? Mos pande se shpëtove ti, Salo. Edhe mos ta qaj kokën te për më kështime. Do piqemi prap. Pa çka, pa çka. I që s'kemi prova. Prova do gjenden, po të bëhen hetimet në fshat. Po edhe në dalë gjë duhet pyetur më lartë se ne këshill fshati jemi. Të rrasim Xhazenelin e shtabit zonës. Po, po. Ti file shoqërove mbrëm kondisht. Ashtu vërtet. I dërgojmë korrierin. Shkojmë në zyrën e këshillit dhe mërgjes. Vdekje fashizm. Liri popull. Vdekje fashizmit. Liri popullit. E po... Dhe me humbën ushqimet e batalionit, si Melin Haliqe. I hëngri dheu. A turpëroj fshatin, a turpëroj. Çdo berë varet në këmbët e tij. Nuk ka pse të turpërohet fshati. Themi se s'qe e mirë kjo që ngjau. Pa fshati bazë e partisë është sot e përmot. Ju shokotome, edhe i partizani. Hajdeni nga unë, tham nga një kafshat bukë. Haj. Vdekje fashizmi. Vdekje fashizmi. Gëzuar, kokë poshtë armiku. Ne nuk pim. Po një gotë sa për urim. Gëzuar. 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 Gëzuar me modër.
Hajde, trakite me shokët, me vlezit tanë. Gëzuar. Gëzuar. Ku di këtë shitur ushqime dhe? Ca këtu e ca në gropaj, tek njerëzit e ti. Rashqet si njërë sa le pashaj. Po çfarë duhet bëjmë? Plumbin edhe flakën shtëpisë. Këtë doj. Burra si ti e kanë vënë në batalion. Pa të shojnë. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar da. Gëzuar. Mirë se o gjej. Po ty kush tëftoj? Erda vet. Më ra era petani. A është i gjelekës? Më tha Xhamir Qizi që ai partizani mik, si ta ai drejt të vi pa kande nga dyqani. Hajde. Hajde ulu. Cia. Mere. A erdhën gjërat ata tani? Ja po vinë atë keqen. Me vrap. Bëu një zap tyre të kaset. Mirë. Jeta la fosse dati, skajë. Vershëllinj. E kemi fut fshatin të lash o dana. Pse? Bëm një proces verbal. I vum gjoba ti, e keqja mbeti. Nuk e shesi punojnë të turpëruar. S'kam parë ndonjëherë të mblidhen kaq shumë ushqime. Se kush po vjen? Gjazeneli, antari shtabit zonës. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Si vate punë, Marbir? Ja, bëm këta. Që janë këto? Fshati mbledh ushqime për spitali. Sa luet shtot për gjobën? Nuk e kemi njoftuar. Këshilli po vazhdon hetimet. Kjo gjobë është gostitje e jo dënim. Ku e patë mendin që nuk e vut në plumë? Unë jam intendent. Nuk kam fuqi të pushkatoj njëri. Po edhe sikur ai fshatar nuk është në batalion. Po këshilli. Sa si ky përfitime kapital djegën dhe baban dhe jashes i hirin pazar. E po t'i lem në sot, nes na bëjmë ferë. More një mishte. Do t'a shojmë këtë punë, hajde. Hajde! Ku e patë mënde që i vum gjobë. A falet armiku i partis për 1000 franga të qelbura. A ka gjobë sa do të rëndë që të përliq jetën e armikut? Ma merr mendja se këtë punë do ta zgjidh vetë këshilli. Sa për ne s'kemi që bëjmë më tepër. Ti dane nuk i vë faj shokut asnjëherë. Në do të dish, kjo që bën ti është dhimbësuri borgjeze. Shokut duhet të na çik gabimet. E çka bimëm ne? Jo ne, po unë do të përgjigjem për këtë. Për ato ushqime u derdh gjak. Mirë, ka se mirë ullëm. Po pse nuk ua thatë më parë se keni blesh krepse horis? E kush na pyet e dërdi? Ne e dinim se i kishtet blera. Po i keni në shtëpi? Shkrep se kam se bleva 5 koti. Orizin e hëngrëm kur mbushje hanguat 40. Po ti, o qani? Edhe unë bleva. I pagova me qimet e kokës. Po si o dërze, s'keni thënë një fjallë. Jen vetë, Gjolek, pse o falë hodhëm ne? Kemi një vit që blem të ka i qenë, se rrugët janë zënë. A qarë. Ka shitur ushqimet e luftës në sytana. Po mire, kush ka blerë tjetër? Ku ta di më shoku Zenel, shiste në ndorë. Na silë të shkrepse të kësë.
kam atare. Pas ka ikur goja atare. Bleva dhe unë 20 o grur me kambjal. E hangët grur? E bëm bulgur, kjo trast kam betur. Si e gjykon këtë punë ti atare? A i ka trazuar një fshat të tërë si Maqoku i Alimes. Jemi për ty për si mbyllur, s'ka anë e udhë kjo punë. Udha do gjendet. Vetë fshati e gjenë. Para mak mos për ty pëmi si mbyllur her tjetër. Një tjeta. Puh! Përse i desh këshillo Kasam? Për ato që kemi bler të Salo Pashaj. Ishin ushimet e spitalit. Vërtet thua? Mos ke bler dhe ti? Leva një tokë shkrepse javës që kaloi. I këmbeva me gjallë. Ka qelbur tërë fshatin Maskaraj. A i do djegur i gjallë. Pa ecë për para ti Salo në hap dyqanin. Peqe. E hapim, këtë punë kemi. Ujë të zitë të nxjerrë shoku mërqes. Ale ti shoku i të ndën ta përfundojmë atë punë. Jo, ti Salo prit për jashtë. Peqe. Presim po si? Kemi prova. 10 veta këtu në fshat kanë bler, oriz, grur edhe shkrepse. Shtu parë Salo duke shpur mall me kafshët në Gropaj. Edhe lajmërimi i ballit në dyqan në shpar. Ja edhe shkrepset. Orizi edhe gruri është ngrënë. Mirë bashim. U shka topot jem, shkoni u gratë, mbaruat. Nga kështu o dhambar? Tek shokët, atje ku duhet o plak. Plaku i ty teti, se mos kam zënë derën. Derë një ke zënë të zezës halo e mine. Parash me kopam thot, nuk i del liri i vatrës. Edhe ti o Gjezo ku turisë të dalish partizan? Po kështë të lajo të më birë. Pas kanë arrestuar o Salo? Apo të bëjnë derë me këta roje që të kanë vënë? E 7 deshëm prap po hale math. Foli Dajos. Ndisnin cingare deshëm. U qenë mbaruar shkrepset. E po edhe nuk gjëndën shkrepse. Ne i mori balli. Vjen punat njeriu, shkel një lpur pjepri. Dhe hop, thyen qafën. Mirë, po fshati duhet t'i japi dorën, ta mbaj. E ke thënë dhe herë tjetër këtë dhe ip. Ca e ca të rjetën shkelin mbi lëkur pjepri dhe fshati u dashka t'i mbaj. Fshati duhet ta liroj djali. Në pas gabim djali dhe ta gjykojmë si fshat. Se fundi vëllezër gjaku jemi. Kur bie ngushti dhe ip, atëre kujtoj edhe për neve fshatin. Si atëherë në luftën italo-greke. Edhe si vitin që shkoj, kur vrat qobente laljotve. Dhe t'i lëm të shkuar ato, Muarrem. Se cili ka gjunat e ti. Njerëz jemi. Po unë them se fshati ka bashkim. Ka zakone. Të lirojt djali, them unë. Kemi bashkim. Kemi këshill. A e po gjykon o vejp. Se cili do marrë atë që i takon. Ke vjedhur ushqimet e spitalit partizan. Je dënuar me vdekje.
Kysh me vdeki. Po pse? Jeni çmendër apo qysh? Gjolek. Po ti o Gjolek që të kemi edhe krushk. Krushis nuk kam që t'i bëj. Po ti nuk meriton t'i jesh në faqet dheut. Shofor, gazanet, që bëjnë këta kështu? Shkojnë. Hajde, dilë. Bëjmë tutje. Do të flasësh ti, shoku Zenel. Vendimi ishte i këshillit, fol ti ose Gjoleka. Folo, Gjolek. Salo Baliu ka vjedhur ushqimet të spitalit partizan që kishte amanet. I vori damkën fshatit para partisë. Dhe ne, këshilli, e dënojmë me vdekje dhe me sekuestrimin e pasurisë. Pyetet fshati apo gjykoni ju si këshill? Fshati u pyet. Po në pas njëri kundërshtim, le të flasë. Ndime shumë i drejtë. Që dënohet me vdekje dënohet. Të çohet në plumb, atje çohet. Deri këtu ta arri njeri jo. Desha të pyes. A ka ligj që një këshill fshati të japi dënim me vdekje? Vendimi është i drejtë. E gjën topat e armikut të vik. Kur jenë front tradhtari pushkatohet në vend. Ligj është këtu. Gryp Belgjikut. Që bëni kështu are vëllezër. Në pas gabim ky dhe ta paguaj. Mirë the. Ta paguaj dëmin deri në një salë pashaj. Dhe zotrot e hiqu nga mesi se ball kemi dëgjuar. Ti e i ri Ordiale, nuk di se shtua. Le të flas fshati. Le të flas kush ket për të thënë. I dhe hipi e mësuar të hash si ujk dhe të shkelës si dhelpër. Kërkon të na futesh në për monopatet e tua. Mire ka gjikuar këshilli. Të dhijet në vend deri fshatit. Tjetër njeri ka? Shkoni në punën tua ju. Merë. Nuk është dhe mirë kjo që keni marrë more djema. Qështë kjo ata? Kush do ta marrë përsi për këtë gjatë? Hajde shok nga kojmë se na zuri darka. Na pret batalioni. Merë malli për batalionin. Edhe intendenca kërkon shok të mirë. Apo jo? S'tash gjë. Lufta në prapavi, bete ashpër, pa krismë armësh. Po dhe ne shkrepim nga një. Apo jo, Dane? Dhe janë krismat në preta si tehu i thikës.